Forcat izraelite dhe aleate rrëzuan shumicën ndërmuese të mbi 300 dronëve dhe raketave të lëshuara nga Irani gjatë sulmit të paprecedent kundër Izraelit, që u ndërmor natën mes 13 dhe 14 prillit. Garda revolucionare iraniane, e cila u zotua të Akmerej pas sulmit në Damask pak ditë më parë, deklaroi Irani ndëshkoi Izraelin, por pasojat janë minimale. Forcat izraelite në bashkëpunim me aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës arritën të zbrapsin 99% të sulmit, duke rrëzuar shumicën ndërmuese. Presidenti amerikan Joe Biden bëri thirrje për qetësi, duke theksuar se nuk do të mbështesin një kundërsulm. Udhëheqësit e G7-s do të takohen për të koordinuar një përgjigje të bashkuar diplomatike ndaj sulmit të pacip të Iranit, tha Biden. Ne nuk kërkojmë konflikt me Iranin, por nuk do të hezitojmë të veprojmë për të mbrojtur forcat tona, si dhe për të mbështetur mbrojtjen e Izraelit, deklaroi sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Autoritetet izraelite raportuan vetëm dëme të lehta. Zëdhënësi forcave të mbrojtjes izraelite kundër admirali Daniel Hagari tha se Izraeli po punon ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Francën. Të tre vepruan sot gjatë sulmeve iraniane. Ky partneritet ka qenë gjithmonë i ngushtë, por sonte u shfaq në një mënyrë të pazakontë, tha Hagari. Edhe mediat amerikane dhe britanike raportuan se forcat e tyre të armatosura morën pjesë në rrëzimin e raketave mbi zonën kufitare Irak-Siri, derisa fluturonin në drejtim të Izraelit. Sulmi kundër Izraelit vjen në kohën e tensioneve midis Iranit dhe Perëndimit, lidhur me luftën e vazhdueshme në rripin e Gazës. Ndërkohë Teherani ka paralajmëruar se përgjigjja do të jetë e fortë nëse Izraeli do të kundërpërgjigjet. Kjo është era e parë që Teherani e sulmon drejt për drejt Izraelin. Ministri i mbrojtjes së Izraelit, Yoav Gallant, tha se konfrontimi me Iranin nuk ka përfunduar ende. Ai bëri komentet pasi Irani natën mes 13 dhe 14 prillit lëshoi qindra dronë dhe raketa në drejtim të Izraelit në shenjë hakmarrjeje për një sulm vdekjeprurës në konsullatën e tij në Siri në datën 1 prill. Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron dënoi me vendosmërinë më të madhe sulmin e paprecedent të nisur nga Irani kundër Izraelit. Ai u bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira për përmbajtje. Në një mesazh të publikuar, ai shkroi se sulmi i natës së kaluar kërcënon të destabilizojë rajonin. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos ndërhyjnë në tensionet midis Iranit dhe Izraelit. Sipas Times of India, kërcënimi i Putin erdhi pasi Shtetet e Bashkuara thanë se kishin rrëzuar disa prej dronëve të nisur nga Irani drejt Izraelit. Iraku njoftoi këtë të diel në mëngjes se rihapi hapësirën ajrore të vendit pas mbylljes së një nate më parë për shkak të një sulmi masiv me dronë dhe raketa nga Irani fqinj kundër Izraelit. Autoriteti i aviacionit civil irakian tha se hapësira ajrore e Irakut ishte rihapur për të gjithë avionët që hyjnë, nisën dhe kalojnë, njoftoi Agjencia Zyrtare e Lajmeve të vendit INA. Rihapja e hapësirës ajrore erdhi pas tejkalimit të gjitha rreziqeve që ndikojnë në sigurinë e aviacionit civil në Irak, thanë autoritetet. Edhe Libani dhe Jordania njoftuan po ashtu hapjen e hapësirave ajrore. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet në mbrëmjen e të dielës në orën 22 pas kërkesës së bërë nga Izraeli pas sulmit iranian. Në një letër drejtuar ambasadores malteze Vanessa Fraser, ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara Gilad Erdan ka bërë thirrje për një takim urgjent të Këshillit, duke i kërkuar Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të dënojnë qartë sulmin e Teheranit, por ndërkohë edhe Shqipëria ka dënuar ashpër sulmin e Iranit ndaj Izraelit. Ky përshkallëzim është një kërcënim i rëndë për sigurinë e Izraelit dhe të gjithë rajonit, rrezikon të sjellë pak qëndrueshmëri dhe shkatrim më të madh në të gjithë lindjen e mesme, shkruan në një postim ministri i jashtëm Shqipërisë Igli Hasani. Edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj shprehu shqetësimin e tij për një përshkallëzim të mundshëm të këtij konflikti. Shqipëria dënon ashpër sulmin e paprecedent të Iranit ndaj Izraelit dhe shpreson se nuk do të ketë përshkallëzim të mëtejshëm. Çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të rrezikojë paqen dhe sigurinë në lindjen e mesme, si dhe të ketë efekte të pakthyeshme në një shkallë më të gjerë, shkruan presidenti Bajram Begaj. Shqiptarëve në këtë rajon u këshillohet të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale për përditësimet e sigurisë publike, si dhe të kontaktojnë ambasadat tona për ndihmë. Ndërkohë për çdo nevojë të mundshme, shqiptarët mund të kontaktojnë edhe në numrat telefonik dhe WhatsApp, në numrat e kontaktit të ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Izrael.